Është e pa precedent sepse situata që ka kriju lëvizave të vendosje është e pa precedent. Sepse këta vetë e kanë miratu ligjin për qeverin pa votat tona dhe në atë ligje kanë shkrujt vetë që s'munët kryeministri dhe ministrat dhe anëtarët e ekzekutivit me u betu si deputet. Është çështje shumë e thjeshtë. Logjika e këtyre me shkel kushtetutën me çdo kusht është logjike cila s'duhet me kalu në kuvendin e Kosovës. Nuk mundën me ardhë dhe me imponu vullnetin antikushtetues. Ka kalu kjo ku. 4 vite e kanë shkel kushtetutën çdo javë çdo muaj. Është dashur me i çunë në gjykatën kushtetuese këtë vendimet e tyre të paligjshme kundër kushtetuese. Nuk do të lejojmë me fillu kjo legjislaturë e re me shkelje kushtetuese. Me logjikën e Albin Kurtit, këtu do duhet me qenë edhe kryetarët e komunave. Me këtë logjikë edhe Bedri Hamza do duhet të ishte këtu sot deputet. Edhe këta kryetarët e tjerë të komunave që kanë qenë ngare që janë zgjedhur. Por ata e kanë respektuar kushtetutën dhe ligjin dhe kanë dhënë dorëheqje para se mu certifikuar rezultatet. Pak që e kanë shkel ligjin kur janë certifikuar rezultatet, po sot nuk mundën me dhënë betimin. Zoti Kurti le t'jap dorëheqje. Është shumë e thjeshtë. Ka me shkruar një letër me thonë jap dorëheqje prepozitës kryeministrit, bashkë me ministrat që edhe ata duhet me dhënë dorëheqje dhe mundet me ardhë pastaj me u betu si deputet. Por kushtetuta e Kosovës para zgjedhjes dhe ligji i qeverisë që vetë kanë shkruar, nuk është ligj fare i mirë. Po është shumë ligje të tjera që janë të mira që kanë shkruar këta, thotë që s'mundet kryeministri me bëu deputet. Paramenoni situatën, sepse ju i dini këto punë, besoj, me pas dhënë betimin sot. Edhe kryeministër, edhe deputet, është jo kushtetuese. Është shumë e thjeshtë. Zoti Kurti dhe ministrat duhet me dhënë dorëheqje, pastaj vijnë bëhen deputet. Por ndryshe, në komision, vetëm 3 parti që në të kaluarën kanë qenë në opozitë, PDK, LDK dhe OK, kanë votu kundër raportit. Soj përket soj, lëvizave të vendosje lista sërbska kanë votua bashkë në komision 2 jatë pro raportit. Dhe ju e keni edhe përfaqësuesin kryesuesin e këtij komisioni tha, 3 parti kanë votu kundër, kanë votu bashkë me listën sërbska në komision pro. A janë prish rrugës, a kanë pas mosmarrveshje? Unë nuk mund mi marrë si të mirëqena spekulimet e antarëve të ish qeverisë dhe të qeverisë aktuale që thonë i kemi kaq vota, i kemi aq vota, po këto janë çështje tyne, janë si janë tona. Krejtë. Zoti Abrashi tha se kemi dërguar letrën në komision për dorëheqje të qeverisë të kryeministit. Cilat e vërteta, kush po gënjen? Po s'është dorëheqje ajo, ju e keni në media këtë lexon apo ju duket dorëheqje që ajo? Ai pi referohet, m'falni, hajt shkoni pyetni në KQZ. A ka me 27-in që po i referohet aty në datë, a ka njoftim? Kur njoftim nuk ka në KQZ për kryeministri Kurti me thonë kam dhënë dorëheqje, nuk japet dorëheqja në KQZ. Dorëheqja japet në qeveri, japet para qytetarëve, japet para kuvendit, se ky kuvend ka zgjedhur herën e kaluar. Nuk është dorëheqja ajo zoti. Ju mundi më thonë çka dëni, por nuk është dorëheqje. Po mendoj mundi më referu çka kanë thonë ata. Qysh? Na nuk e kemi bojkotu, na kemi votu. Vota e deputetit është vote lirë. E kemi treguar arsyen pse. Dhe këtu pak para unë ju thash, veç le të shkon zonia, le të jap dorëheqje, le të kthehet. Edhe prap, atëherë ka kuptim. Pa atëherë s'mund më kthy edhe kryeministri. S'mundet me marrë edhe pozitën e deputetit dhe pozitën e kryeministrit. Kushtetuta nuk ja lejon. Jo unë. S'është vullneti im, është kushtetuta. Më falni asë një dorëheqje formale, asë se kom po, asë nuk ekziston deri në këto momente. Nëse ju e keni pasë, ju i merrni informatat dhe para neve, tregomni, po unë nuk e di. Dorëheqja është unë, filan fisteke, jap dorëheqje nga pozita kjo. S'ka kësi letre, që kjo është dorëheqje. Nuk është dorëheqje qërë se kom shkrujt me një status të Facebookit që im ka kalu mandate e tjere. Abrashi publikoi dorëheqjen para komisionit. Po s'është që kjo dorëheqje, më falni, unë e këtë dorëheqje, këto në komision është një letër ku ai zotni kryeministri në detyrë, por jo i dorëhequr. Thot, unë i kom pas njoftu KQZ-n. Ku është njoftimi? Kërkush se ka bërë njoftim, as KQZ-ja, as ju, as unë. A mundem me citu, po e përcjell zyrtari. E po tash ka ndodhur, po. Nga posti ekzekutiv, veç efektiv që nga data e lartësisë. Po dhe? Në varë përzimje tok fjalësha që s'thojnë asgjë. Po e përcjellin njoftimin, cilin njoftim? Ku është njoftimi? Jam efektivisht i dorëhequr, jo efektivisht si e dorëhequr.
shkruje dorëheqje në rregull është qërë ka ndonë kryeministra të më herët dorëheqje, edhe ka nejtë në zyre, po s'ka pos ligj qeverisë. Këta mërë kanë shkru ligjin vetë që o kemi bona. Vetë e kanë shkru ligjin për qeverin. Ligjin për qeverin që e kanë shkru e që po e përsëris. Është ligj jashtëzakonisht i dopt, i shkru në keq, i gabushëm, s'ka logjik kushtetuese, ligjore, shtetënore, institucionale. Këta janë peng të ati ligji. Nëse thojnë kemi gabu që kemi shkru këtë ligj, ose shpollin të pavlefshëm që s'mundën, atëherë është çështje tjetër. Por bazon ligjin e tyne, që është ligj tash i shtetit, dhe mbi gjitha në kushtetutën, nuk mundet një antar i qeverisë me qenë edhe deputet. Kjo është kaq e thjeshtë. Kaq është e thjeshtë. Edhe një pyetje, çfarë shembulli është ky për qytetar kur ligjvënësit i bëjnë lajka qoftë ligjeve, kushtetutës së kuvendit? Po fatkeqësisht është shembulli jashtëzakonisht i keq që këtu 4 vite ka ndodhur se deri para 4 vitesh kur Albin Kurti u bë kryeministër, bile 5 me herën e parë, nuk e di 2-3 herë a ka pas situata që është shkel kushtetuta e vendit. Prej kohës kur ky është kryeministër janë ja 12 herë që vetëm na kemi fitu raste. Që është shembulli më i keq. E çka ke sot e papranueshme ishte që deshën me fillu legislaturën me një shkelje të re kushtetuese. Pastaj ju po thuni ose ata po thojnë opozita, po mira se kanë këta shumicën a? A kanë shumicën këta? Ku e kanë shumicën? Ku i kanë 61 vota? Që sot ditë po thënë që e kanë 61 vota, kanë me zgjedhë kryetarin e kuvendit, që kanë me zgjedhë qeverinë. 52 edhe 61 janë nën vetë ma pak. A mendoni se është e qëllimshme kjo që po bëhet, sipas jush? Nuk e di, së është çështje unë me dhona të vlerësim vetëm mëj me ta tregu që sot ne kishim bo shkelje. Ne nuk mundemi me për ligj, me votën tonë, me mandatin që na ka dhënë qytetarët një shkelje kushtetuese me vetdije. Kjo është arsyeja pse unë besoj sot ka qenë qartë. Por ta hyjnë shumë të sigurt, se këta, po them, në mbledhjet komisionit, 3 parti kanë votu kundër se janë pajtu, pas debateve, pas arsyetimeve se janë pajtu me raportin. PDK, LDK, OOK, vetëvendosje, lista sërbe, edhe të tjertë, kanë votu krejt bashkë, kanë votu pro. Çka ju ndodhi deri sa erdhen se onë, çka nuk du me spekulu, a jënë marrë vesh, as jënë marrë vesh, a kanë pasë situata tjera, por 52 deputet, ku jënë 61 deputet. Për menimin tam, problemin kryesor ta se kanë pse dështoj kjo. Problemin kryesor se sot u po që Albin Kurti dhe vetëvendosja e kanë 52 vota. Kjo është fuqia aty në politike aktuale. Në fakt ata po thonë opozita po ka frikë dhe po qëllimisht po e bllokon procesin. Po nuk ta sqaroj se s'është punë jam, ta sqaroj pozicionin e PDK-s. E kemi thonë, zoti Gruda, deputeti ynë e ka ngrit këtë temë edhe këtë çështje në komision. Është mbështet pastaj edhe për LDK-s, edhe për OK-s. Sepse është kushtetuese, shikoni materialet që i kemi marrë, shkru nuk mundet me qenë deputet, pika parë thot kryeministri, ministrat, pastaj thot kryetarët e komunave, pastaj thot kryeredaktorët e ku e diun. Më falni, me logjikën e këtyne sot ne e kishim pasur edhe Bedri Hamzën këtu. Njeriu më i votumi PDK-s. Edhe i ish opozitës. Kandidati jonë për kryeministër. Pse nuk është Bedri Hamza këtu? Është sepse ka respektu ligjin dhe kushtetutën, ka dhonë dorëheqje, sepse e din që s'mundet me e dhonë betimin duke pas pozicion ekzekutiv. E këta po dojnë edhe ekzekutiv edhe legislativ. Po jo, se s'ndodhë kjo me një vend demokratik. Po unë mendoj që soj përket gjykatës kushtetuese sot lënda ekziston, sepse ka ndodhur një veprim, është marrë një mbledhje, është marrë një komision, e ka një raport, nuk ka kalu, lëndë ka, nga ajo që dëgjova kryesuesin e seancës, ai thotë që tash do t'ja dorëzojnë presidentës. Thonë drejtën sot nuk e di cilat janë kompetencat e kujt, është çështje që do ta trajtojnë. Ajo që mund t'ua them unë është që çdo vonesë me konstituu institucionet është humbje për Kosovën. Ne thrasim sot, sa më herët zotin Kurti, le t'jap dorëheqje ai edhe ministrat që janë zgjedhur deputet, le të vinë kuvend. Le të vinë kuvend, po le t'japin dorëheqje. Nuk japet me Facebook e me referime këtë njoftim atë njoftim. Jap dorëheqje propozitës kryeministrit,
ata tjerë për pozitave të ministrave, e tjerë, let vinë këtu, kalon në rënd situata. Po pa ndryshu konteksti, pa ndru faktet, pa ndru situata legale, nuk mund me ndru vota jo. Po? Po ata dosh me dhonë dërheqje herët se ligji që kanë shkru vetja u ka kërku një gjatë tillë. Kushtetuta po ashtu, unë besoj që nëse kanë një trohë përgjegjësi dhe nëse kanë vërtet që dëshirojnë me i kriju institucionet, të paktën ku vendin ku kemë përgjegjësinë e përbashkët, ata do duhet sot me dhonë dërheqje, edhe me umbledh, na mujmë edhe sot me umbledh. Me umbledh edhe nesër, ne jemi të gatshëm çdo moment, ne kemi prit, ne jemi konë jashtëzakonisht të zhgënjym pse është zgjat ka shumë ky proces, kemi ardhur deri sot me konstu. Ne jemi këtu me konstu kuvendin. Ne kemi ardhur duke besuar që sot votohet edhe kryetari edhe nën kryetarët, përveç që jepet betimi dhe që fillojmë me hy në procesin kushtetues të krijimit të qeverisë. Por po duket që këta me 52 vota janë larg prej një situatë të tillë. Akuzoj opozitën që po e bllokon procesin. Duke u referuar në letrën e dorëheqjes që e ka dërguar që Po aty në edhe kur s'ju pëlqen, mote, ata e akuzojnë opozitën. Ata e kanë kryer mandatin të e pas pushtetin absolut, të mos mujt dy punë me kry të thonë opozita s'po na lën. Të e pas shumicën absolute, të e pas kontroll total pushtetit legjislativ, ekzekutiv, një ku besa në presidencë, në çdo institucion edhe opozita. Cila opozita? Sot s'ka opozitë. Sot jemi deputet të barabartë. S'dihet kush është opozitë. Partia fituese tha që ka një anër të ri për kryetarin e kuvendit. Jo kjo ka qenë veritash. A ka biseduar me juve si Ja, s'është punën, në s'kam biseda me ata. Ata janë mirë se ardhen me ardhë me propozu. So ma shpejt, sot, jep dorëheqje, hajde e mojmë seancën, propozoj kryetarin, zgjedhej, i propozojmë në kryetar, hymë pastaj në proces kushtetues edhe këshyrim kush e bën qeveri. Unë jo kam thonë gjithmonë, ne në rrethon, në asnjë mënyrë nuk do të luajmë rol bllokues. Ne kërkojmë sot me vazhdu seanca nëse zoti Kurti jap dorëheqje edhe me shku tutje. Neve na duhet me konstu kuvendin, me zgjedh kryetarin, me zgjedhën kryetar dhe pastaj me hym procesin kushtetues. Jam i bindun pe kësaj që është sot me 52 vota që zoti Kurti nuk mund e bën qeverinë. Ne jemi të gatshëm në rastin e dështimit të tij, menjëherë me marrë përgjegjësinë me partitë që kanë qenë në kaluarën opozitë dhe me komunitetet pakistë Kosovës që ta bëjmë qeverinë e re. Jo, me listën serbe jo, po me komunitetet tjera mjaftueshëm ka mundësi për me pas një shumicë solide e cila jep një qeveri të re me Bedre Hamzën kryeministër. Faleminderit shumë.